Sigurisht ndajnë me ne edhe momente të bukura, po edhe nga ato sprova që sigurisht çdo marrëdhënie edhe kjo e tyre i ka kaluar. Shohim bashkë. Përshëndetje, unë jam Tringa Kej, me profesion jam këngëtare dhe jam 31 vjeqe. Përshëndetje, unë jam motra e Tringës, Majlinda, kam profesion call center, jam 38 vjeqe. Ka kujtime shumë të bukura pi fëmiris, unë jam fëmija ma i vogël, shpet do me thonë edhe ma e lazdrumja. Për ndryshe, për posme edhe Majlinde se kena dhe një vlla që jeton në Gjermani. Si fëmi, do me thonë, unë jam kun ai sherri i shtëpisë i vogël. Majlinda gjithmonë u kon, kjo u kon si ma e madhe, u munu gjithmonë mu për kujdesi për mu, si për mi gjenin. Do me thonë, me një farë mënyre, këto e kena pas edhe si aleatët shtëpisë, kur kena pas këse nga të rejsa me vllavin, kjo u munu me na pajtu. Kështu që për kujtime tjera, nështë ako Majlinda nëj kujtim. Tringa ka qenë fëmija ma i bukur i shtëpisë tonë. Nuk dija ka tregu nëjherë Tringa ka lind 5 kg edhe me 2 dhamë. Ka qenë fëmi i jashtëzakonshëm i bukur. Kemi edhe foto shumë të bukura. Kemi kujtime shumë të mira bashkë, si me motër, si me vlla. Qëto është një fotografi ku jam une, Majlinda, mami dhe babi, këto i na konë Suedi. Unë e për ndryshe kom linda dhe në Suedi. Edhe këto fatkeqësisht zarë mi gjeni u konë të na qitë në foto. Së është këtë në foto. Edhe kjo fotoja këto. Jena na 3 fëmijët me mamin bashkë, edhe këto kemi qenë në Suedi. Kemi najt 3 vjet atje. Qëto po më pëlqen që kjo fotografi që Majlinda që është dhja që u përkujdes si motra me e madhe. Unë e një trashulluqe. Jam konë, kejtë thonë që për një me jam konë fëmi i vëgël, po... Raste kur na ka humb Tringa, kemi qenë në deti, në Olqen, edhe jena konë të nejtë në plazh. Për një moment është zhduk edhe nuk e kemi ditë ku është. Jemi qu, e kemi lyp, po e kemi gjetë mas një gjysore. Ku mbo marak pak. Raportet mes motrave gjithmonë po vishin të afru kur po u martëshe. Normal edhe kur jena konë të vogla, po kur jena për shambullune kur jem konë me e vogël, nuk ja kum ditë shumë vlerën, so ja ditë tash, do me thonë. Dhe tash ma shumë jam e lehtë me Majlindën. Nuk ka ditë për shambull që nuk e thirin telefon, nuk takumi, nuk shkujna dikon bashkë, do me thonë tash është ketë ndryshe për kundrejzi kur im konë me e vogël. Edhe pse Majlinda kur u martu, unë i këm pas, sa vjet i këm pas? 14. Do me thonë im konë atë mushën e adoleshencës, kur Majlinda u martu dhe do me thonë për atesh që t'ja kum nisë me vrejt mungesën e sajna, po takomi edhe flasmi çdo ditë në telefon. Mu po më kujtot një rast që kom dasht mja bo Majlindës, po në gracë kur o burri i sajna, shpeti. E ka pas djalin e vogël Jonin, i ka pas nashtaj 7-8 muj që ashtu se e pat njës me ushqime kësi jogurtat frutave dhe unë e ku pas një body lotion me lgjyrë pink edhe jom kunën e të e ushqy Jonin kër u kun i vogël edhe atë ka paku nuk e pata gjujt e pata mush me body lotion e unë ju pata piksojna me rehaje po kjo tha jo se s'po dune tani burri vetë shpeti kësa i tha, bere tha se hane, e të anej.
E kemi pas para 3 viteve. 4, një rast kur ka ra mami në depresion shumë të madh. Ka qenë një përjetesë shumë e keqe, një kohë shumë e keqe për neve të dyja, na u ka dashur me to me shku me nejtë në spital. Nuk kom mujtë si vaj, si qika ma e madhe në shpe me përjetu atë sen, tringa i ka marrë senet pak ma qetë, ma mirë, unë s'kom mujtë asë një herë. Do me thonë, po tash është që Zotit është mirë, edhe mami edhe babi, edhe jemi një familje lumëtore. Cila prej jush kalon më shumë kohë në telefon? Cila është më shumë kritikuse? Cila ka më shumë shije në muzikë? Cila është shofere më e mirë? Cila i harron datat e rëndësishme të familjes? Cila bën dhurata më të mira? Une. Cila është e preferuara e babit? Cila është e preferuara e mamit? Cila gatuan më mirë? Cila është më e ndjeshme? E falenderoj mamin edhe babin që ma ka bo një mutër kaq të mirë si ty. S'koj mëj, qura. Edhe unë e krenuna që t'ko mutrën ma të mirë në botë. E ftuara në vazhdim është një nga